Po kërkoja në internet për këto popujt e Ballkanit që kanë dalë në protesta. E ka filluar Serbia, Greqia, Rumania, Bullgaria dhe së fundmi Hungaria. Po nuk gjej dot një deklaratë politike që ejani ju o popull të podiumi im ku unë do ligjeroj dhe ti të më dëgjosh. Jo. Ky është ndryshimi. Nëse doni ta kuptoni, ngrihuni vet nga kafenet dhe rrjetet sociale, se na ka marrë ulla e madhe. Po shpërbëhemi si komb. Kjo klasë politike ka një mision. Na shpopulloj, të ndroj popullsinë. Ky është fatalitet që vetëm armiqtë e shqiptarisë e duan. Dhe sigurisht të gjithë e dim, partia importuar nga Serbia, doktori me Fredisheun kriminal në krah të djathtë mes Athinës, e Burgosin e bën eurodeputet, Edi Rama Mitrovica Toke askujtje ta marrë Serbia, ndërkohë që shqiptarët vuajnë dhe emigrojnë. Ku do zgjohesh ti o popull? Të ngrihesh dhe të marrësh pikërisht në dorë fatin tënd. Fatkeqësisht nuk shoh drejt.